asnjëherë, nuk është se ka shumë kohë që ka ndodhur. Qa pash një gjë më për që më iko, se s'kam fqetën të rezi këto kohë, qa pash një statusin tënd në Facebook para sa ditësh, po nuk kuptova mirë, ishte një lloj paralajmërimi që je duke krijuar një lëvizje tënden? Nuk thuhet tënden. Është Tua janë. se po diet lajë, nuk është pasaj lëvizje, është kotet spulash, ku mundohet lind një gjel me. Nese, unë i rash shkurt për të folur jo kështu në mënyrë formale. Kur them tënde në kuptimin një lëvizje që të një lëvizje ku jam dhe unë. Ku je dhe ti? Si aktivist politik. Ku je dhe ti kryesori, se ti hedh ti ide, nuk është të tregoj një kështu që i ke qefti këto. Vjen një general amerikan në Shqipëri dhe e presin disa general shqiptar, dhe një nga këta general shqiptar ishte me 3 yje. Edhe i thot generali amerikan dikujt aty cilin e njifja, i thotë, mirë, unë i kam marrë 3 yje, një në luftën e Gjirit, një në luftën e Irakut, një të Afganistanit. Ky shqiptari ku i ka marrë 3 yjet. Se Shqipëria me sa diu nuk ka luftra dhe betej. Normal, Pra do të thotë, yjet merren në betej, pra je më i rëndësishmi i pari apo i dyti, ai ylli merret në betej. Por nëse ideja jote ishte apo jo, nuk është se ti po ndjek idenë e dikujt tjetër. Është ide e përbashkët të shumë njerëzve. Po që nuk kanë emra këta, janë anonim akoma për moment. Janë shumë të njohur për anonim, sepse duhet një seriozitet tek lançimi dhe tek shpallja, pra nuk është kanë nevojë për folje. Cila është ideja? Ma thua do të për një sekondë se ideja është një kështu nismë politike kombëtariste, të llojit kombëtarist, e cila përfshin interesa që nuk përfaqësohen dhe janë lënë të papërfaqësuara. Por thua kombëtariste, që ta kuptojmë, është sovraniste. Jo sovraniste e llojit, sepse këtu ka disa sovranizma të llojit bandit, që mundohen të përdorin patriotizmin për të fshehur korrupsionin dhe abuzimin me shtetit, por kombëtariste në kuptimin e gjithë përfshirjes, sepse unë mendoj që elitat politike të majta dhe djatha grindën televizor, por i shëtisin qend në të njëjtin vend. I kanë shtëpit në të njëjtin vend dhe edhe ndajnë lek në të njëjtin vend. Dhe kombëtariste ka qenë ideja e gjithë përfshirjes. Unë nuk mendoj se shumë socialistë ose simpatizantë Partisë Socialiste janë të kënaqur me Edi Ramën. Pavarësisht se mund të identifikohen për nostalgji historike ose si votues tradicional, ka qenë ideja e përfshirjes më shumë se sa një spektër. E kuptova. Sigurisht djathtas apo jo? Me vokacion të djathtë, por të përfshirjes së më shumë se sa një spektri, pra si të thua është një revizionizëm i të djathtas, jo mbi paradigmat e vjetra dhe tashmë bajate të djathtas formale. Është një projekt i ndrit që ke ndërmend ta nisësh bashkë me të tjerët, si thua ti, ta nisësh në 2027 për zgjedhjet lokale apo për 2029? I shpallur në 2026 për zgjedhjet e 2027-s lokale, sepse nga përvoja politike që kemi, partijake, ne dim diçka, që partitë politike 3 muaj para zgjedhjeve janë 100% të dështuara. Duhet ngritur një projekt dhe një punë, sepse ka narrativ, strategji, taktik. Jam shumë dakord. Pra në 2027 në Indrit Vokshi, unë do të kem ty këtu si kandidat, apo jo? Patjetër. Besoj se po. Pse e plasën në Facebook, pse se ketën për tavolina kur rinin bashkë? Po nuk ka qenë çështje tavolina. U deshtë në disa tavolina tjera më private për ta konsultuar, se është ideja që në kuptimin e mirë duhet marrësh leje, se është kollaj të shpallësh diçka vetëm dhe vetëm për ty dhe të bësh këtë fodullin ose kalamanin dhe unë dola tani kush do të vi pas meje, nuk është ashtu. Është çështje konsensusi. Do ta flasim edhe me çunat? Patjetër. Për momentin s'kemi akoma platformë. Kemi platformë, por nuk kemi formalizim të platformë. Dakor. Do më thua tjetër e kur është momenti. Patjetër. Ecim bledjo, ishte e bukur shumë kjo. Lajmi për Indrit. Përshëndetje toksore. Ju sapo keni mbritur në emisionin tim Zonë e Lirë, sezoni 23. Episodi nuk e di se i di Ledio. Bravo Ledio.
1978. Sot i bie tjetë data, kjo është për një, pjesa e parë, sot i bie tjetë data 5 maj 2026, mi mbrëma të gjithve. Jam në studio me Indrit Vokshin, Indrit mi mbrëma. Mi mbrëma. Sonte me Indritin fakt e vendosur që ta anashkalojmë, të bëjmë skip, si shtuhet në një gjuhë tjetër, aktualitetit. Do flasim fara për aktualitet, do flasim për 2 çështje, të cilat dhe Indriti, po dhe unë i kemi për zëmër për t'i shpjeguar sa më thjesht, për t'i vulgarizuar pak, për t'i kuptuar njerëzit. Do flasim pikërisht për reformën e re zgjedhore dhe për reformën e re territoriale. Më shumë se për reformën, cilat unë shpresoj që Indriti do na i zbardh, do mundojmë të kuptojmë dhe qëllimi sepse këto ndryshohen her pas here. Se nuk kemi një gjë që zgjat, pra një projekt të qëndrueshëm. Kësa radhe, sigurisht, reforma e re zgjedhore nuk di nëse e kap zgjedhjet që presin të bëhen zgjedhjet lokale 2027, nuk di nëse kjo i prek apo jo, besoj se jo, bëhet fjalë për zgjedhjet 2029, zgjedhjet politike. Dhe pastaj edhe për territorialen, e cila është bërë herë fundit në mos gaboj Indrit, është bërë në vitin 2014. Jemi gjithmonë nën mbretërinë, nën sundimin e Zotit Rama. Le të fillojmë pa humbur kohë me fabulën e parë, Ledjo e plas në ekran. Dhe nuk dua të harroj t'ju them se së bashku me Indritin sot, me QR kodin, me të gjitha që dalin në ekran dhe me faqen që mund të shikoni faqen në YouTube, mund të shikoni emisionin live, na shoqëron dhe ujë Selita gëzuar të gjithëve. Indrit, a mund na thuash para se të flasim për hilet, shkurtimisht, ç'është ky kod i ri zgjedhor që ka bërë bashk 2 partitë kryesore, madje do të kujtojmë që vetëm pak ditë më parë zoti Berisha, kryetari i opozitës, deklaroi në një konferencë shtypja në një darje të gjatë, mbi një orë, në fund fare ishte e çuditshme, ai tha vetëm 2 gjëra. Pra pasi era, ta do bëjmë protesta, do bëjmë këtë, do bëjmë atë, nuk e lëshojmë kundër Ramës, kundër, pra siç e ka zakon doktori. Fund fare tha, po ama 2 gjëra tha, jemi detyruar t'i bëjmë tha me mazhorancën. Dhe 2 gjëra cilat ishin, kodi i ri zgjedhor dhe harta e re territoriale. Për këtë desha të flas sonte duke hequr me qëllim çdo lloj lajmi të fundit apo aktualiteti që kishte kjo javë, ose që ka nisur këtë javë, me që është e martë. Më thuaj Indrit, me fjalë të thjeshta, çfarë do ndryshojë prapë nga kodi i ri zgjedhor, duke nisur nga rekomandimet e OSB-it dhe ODIR-it, çfarë duan ndryshojnë, dhe cila është hilja ose hilet, përse bëhet ky ndryshim në kodin e ri zgjedhor? Këtu ka një traditë banale, që pas secilave palë zgjedhje, ngrihet një grup pune përsëri për kodin zgjedhor. Vjen nga detyrimi, prandaj ta thash, i raportit ose ODIR-it që bëhet pas zgjedhjeve. Kjo klasa politike, nëse i themi klasa politike në Shqipëri, mendon se do ta mbaj sistemin në këmbë ose do të mbaj çështjet në këmbë duke thënë që problemet i ka kodi zgjedhor. Ne në vitin 2005 kemi pasur mazhoritarin me proporcional për 100+40. Kaluam vitin 2008 tek rajonali me lista të mbyllura totalisht, tani kemi kaluar tek rajonali me lista gjysmë të hapura, për cili ka qenë realiteti politik i njëjti. Pra cilësia parlamentit nuk është vendosur asnjëherë nga kodi zgjedhor, është vendosur nga vullneti partive politike, ose krerëve të partive politike, ose do të fusim të kandidojmë njerëz profesionist, ose njerëz aktivist politik, njerëz me kontribute, ose do të fusim ushtar dhe servil. Pra do të japim dhuratën për të bërë deputet. Pra në thelb nuk ka asnjë rëndësi se me çfarë kodi zgjedhor do të shkojnë, nëse vullneti partive politike është për ta mbushur parlamentin. Kjo ka qenë deri tani që po flas. Është dhe tani. Është dhe tani. Nëse dalin me proporcional kombëtar, siç thon, me prag? Me pragu normal. Ende nuk dihet sa do jetë. Po pragu normal klasik, po themi. Edhe në përfundet e vërdalla rreth nesh, edhe në Kosovë, dhe në Greqi aq është. Pra është me prag 5%. Dhe do të jetë përsëri e njëjta gjë. Përsëri në këtë proporcionalin me prag kombëtar, partitë politike do të fusin ata njerëz të cilët të fusin gjithmonë, edhe në mazhoritar dhe në... Dua të ndërpres për ta kuptuar unë dhe publiku që po na ndjek. Kur thua do bëj them proporcional kombëtar, është vendosur, pra ka rënë dakord të dy, pra. Jo. E pra. Pra ne tani po flasim me ajër. Ka qenë vetëm një propozim i Sali Berishës. E pra. Dhe mendoj se është një propozim mashtrim për këta kryetarët e partive të tjera të vogla, sepse në vitin 2024 Edi Rama pati nevojë
për votat e Partisë Demokratike, sepse kodi zgjedhor kërkon 3/5 e votave, kërkon mbi 84 vota. Atëherë kur Edi Rama pati nevojë dhe nuk mundej ta kalonte pa votat e Sali Berishës, Sali Berisha nuk e bëri këtë proporcionalin që kërkon tani. Tani kërkon t'i marrë këta tjerë që e kanë kërkuar, t'u thot, unë ja u plotsova kërkesën, por Edi Rama nuk na e dha. Por edhe në skenarin që Edi Rama ja u jep. Kur thua për te vogla, kujt referohesh? Flasim me emra konkret. Po me partinë LZK më duket ka qenë dhe Shqipëria bëhet, të cilat kanë kërkuar këtë proporcionalin kombëtar. Pra Shqipëria vetme një listë vetme zgjedhore. Si që kanë disa vënde në fakt? Disa e ka Kosova. Është me e thjeshtë. Jo ha diskutim, nëse do ta diskutojmë. Jo, e di pse se nuk do të diskutojmë për këtë se kjo është shumë teknike, po më duket edhe me e thjeshtë për të kuptuar dhe nga njerëzit që votojnë, jo vetëm nga palët që marrin pjesë, nga aktorët në lojë, në fush, sepse në fundit i ndriti do kandidoj për shembull me kaq kandidat në gjithë Shqipërinë, të paktën të marri aq sa merr në gjithë Shqipërinë, nuk kam pse të humbasi, siç ndodhi. Nuk i merr se nëse nuk arrin pragun të digjen gjitha votat. Po, dakor, paktën pragu është pengesë, po mos jetë dhe kjo rajonalja. Jo, nuk është pengesë, pas te sistemi që kemi që s'ka prag, është rajonal. Është rajonal? Po. Për shumë po dëgjosh zotin Lapaj, Tik Lapaj, ai i thotë kemi marr mbi 70.000 vota, se futet pa vlefshë, por çon si ka 60.000 vota dhe kemi vetëm një deputet. E çfarë do të thotë kjo? Ndërkohë që me sistem proporcional kombëtar, ai do kishte më shumë se një, sigurisht. Me sistem proporcional kombëtar edhe Gonshejaj, edhe ky. Me sistem proporcional kombëtar me prag, as Gonshejaj, as Lapaj, as Qorri nuk do të merrnin deputat. Po pse? Sepse s'kan arritur pragun. Asnjë nga këta nuk e ka kapur pragun. Do mbeteshin jashtë parlamentit. Ky sistemi të cilin e shajnë ju ka dhënë mundësi të jenë parlament. Po pse nuk e kanë kapur? Do ma thuash kompletisht. Nuk e kanë kapur për numër votash. Po pragu, a do jetë kombëtar? Po pra, është pragu kombëtar për numër votash kombëtare. Po pra, ai ka marrë 60.000 nuk ka pragun 5%. Duhet marrësh mbi 80.000. Pse ma shpjegon që se matematikë jam shumë i keq. Është çështja e votës së përgjithshme të njerëzve që votojnë dhe duhet të marrësh 5% të asaj vote. Po i kanë marrë pra, Lapa i kanë marrë 5% të asaj vote. Po pse o interesë? Po nuk i kanë marrë 5%, sa njerëz kanë votuar. Në zgjedhjet e fundit? Po, sa njerëz kanë votuar? Ja, mo tani na i thot kjo, na i thot nëse të votoj 1.600.000 vetë, nuk ka nevojë, është 1.600.000 vetë. Po. Sa është 5% që për Gonshejajn? 1.600.000 vetë? 1.600.000 votues, ose merr listën e votues. 10% që është 16.000? Po. Duket? Po. Ose 16.500? Jo, nuk është 160.000. Më falë, 160.000 se ngatrova. Si 160.000 valla? 10% që? Po pra. Është 160.000. Po. 5% që është? Po pra. Është sa i bie? 5% është 80.000. Qartë. A ti thua asnjë këta s'ka marrë 80. Cili ka marrë 80.000? Mirë, qoftë do bëjmë të llogari po. Pra këta me sistemin që shajnë, tash ti jemi drejt, me sistemin që shajnë kanë marrë mandate, me sistemin që kërkojnë nuk do të merrnin mandate. Ja, merri, ke drejt. 4% ka marrë Lapaj. Pra, është 4%, nuk është 5%. Ka marrë 5%. 3.1% ka marrë Shea, 1.5% ka marrë Arlindi në 2025. Pra, me proporcional kombëtar nuk do të ishin parlament. Ata nuk propozojnë proporcional kombëtar me prag 5%. Ndoshta ata thonë, le ta bëjmë pragun 2%. Po nuk mund të jetë, shiko, një kod zgjedhor të jemi realist. Një kod zgjedhor për njerëzit cilët kanë studiuar të drejtë kushtetuese dhe din principet mbi të cilat krijohet kodi. Kodi krijohet mbi principin e përfaqësimit dhe të stabilitetit qeverisës. Nuk mundet të krijosh me prag 2% apo 1% dhe të jenë 30 parti në parlament dhe të mos formohet asnjëherë qeveria ose të mos ketë stabilitet qeverisë. Pra si thon francezët, on peut pas avoir et le beurre et l'argent du beurre. Do të thonë, nuk mund të kemi edhe gjalpin dhe lekë të gjalpit. Po do kesh o gjalpin o lekë të gjalpit. Dy kolona, pra përfaqësimi dhe stabiliteti qeverisë. Për të mbajtur dy kolona, edhe përfaqësimin politik të votës, edhe stabilitetin qeverisës, sepse je republik kushtetuese, nuk je republik popullore masash, pa ndonjë rregullim dhe mekanizëm. Kuptova, logjike është kjo që thua. Është profesionale në kuptimin e republikave kushtetuese dhe sistemeve zgjedhore. Kosova kështu e ka me prag 5%. Proporcional. Dhe më falë, në parlament ka më shumë se 2 parti. Fatmir Lima është jashtë parlamentit. Po Fatmir është vetë. Ramon Sheredina rrezikoi të binte jashtë parlamentit. Mos të thuaj, jo, mos thuaj kush është. Veton Surroj nuk hyri në parlament. Recep Qosja nuk hyri kur nuk fitoi. Partia Socialdemokrate që ka aktivist, ata gjysmën e vetvendosjes nuk fitoi. Kosova e ka për arsye tjetër, sepse Kosova ka minoritete të shpërndara në territor, pra ka bosnjak në Prizren, bosnjak në Mitrovic, bosnjak në Pej.
Po të jenë zonë rajonale, ata nuk përfaqësohen. Edhe serbët, ke më shumë serbë në jug se sa në veri. Pavarësisht se bëhet zhurmë për serbët e veriut, në fakt më shumë serbë janë në Prizren dhe në këto komunë Dhe si thuaj që Kosova më qëllim të që të përfaqësojnë edhe ata? Si rast sui generis, zgjodhi një sistem politik i cili politik elektoral i cili përfaqëson minoritetet. Që edhe ai bosnjaku që jeton ose serbi në jug dhe ai në veri, i bashkohen votat, po. Për shkak të natyrës shtetit dhe për shkak të anës delikate, për shkak se konflikti. Dhe sa Shqipëria thua ti, Indrit nuk e ka probleme të tilla e para. Se minoritetet dhe në qoftë se janë të mbledhura thua ti në një vend. Nuk ka minoritetet shpërndara në territor Shqipëria, nuk e ka problematikën e Kosovës. Edhe mund të ketë. Duke qenë kështu, po mendoj se kodi zgjedhor, le të jemi realist, nuk është i keq thua ti nuk qëndiset kodi zgjedhor për 2 parti të vogla. Pra kodi zgjedhor në përgjithësi ja më shumë se 2. Për 3, edhe për 4. Pra kodi zgjedhor përgjithsisht bëhet nga shumica mazhoritare dhe normalisht shumica mazhoritare nuk do të qëndis një kod për partitë e vogla, për të thyer monopolin e vet politik. Se nëse partitë e shumicës thyen monopolin politik me duart e tyre, nëse jemi në luftë politike pastaj. Kjo është vërtet. Pra nuk jemi në luftë politike. E vjen nga ty që presupozohet të nisësh një projekt politik tënd. Po pra, po ti normalisht do të ishe dakord me këtë gjë. Projekti jo. Me ulje pragu. Kontat me ulje pragu. Shqiptarët kanë një shprehje që quhet qyrravitje. Projektet politike të nisura mbi qyrravitje nuk janë projekte politike, as afatgjata dhe as serioze. Qartë. Nëse unë do dalë këtu dhe do të filloj të qyrravitem dhe të them që Edi Rama dhe Sali Berisha duhet hartojnë një kod zgjedhor i cili më intereson mua. I bie kostum që i bie trupit tim, pra duhet më qëndisin kostumin, pra je kalama që nuk ke lidhje me këtë, s'po them zanat, po me këtë fush. Kush mendon se është pak politikan dhe pak serios, thot më jepni se cilin kod zgjedhor, unë do ta strukturoj ekipin. Në mënyrë të tillë që dal fitues. Po pra, do ta strukturoj ekipin në atë kod zgjedhor, kur shkojnë dhe luajnë futboll, në fushë të madhe me 11 kanë strategji tjetër, në kalçeto strategji tjetër. Pra të dështuarit tek strategjia politike nuk do të thotë se duhet të qyrravitesh dhe të thuash partive të mëdha më jepni kodin zgjedhor që dua unë. Se është si fëmia këtu tek ta afërnesh te Tegu, që shkon të vitrina dhe ju qanë prinderve ju thot më blini këtë lodrën. Dhe është diçka qesharake në kuptimin politik. Politika është betej dhe beteja do kockë të fort. Mbi të gjitha do seriozitetin politik. Që të pranosh se cili është realiteti, pastaj të vendosësh mbi realitetin dhe ta shohësh se sa i fort je mbi realitetin. Kto janë parimet patjetërsueshme. Nuk mund t'i thuash të fortit që ma bë ti si dua unë. Ai është i forti, ai duhet sfiduar dhe duhet mundur në zgjedhje. Indrit, ka përshtypjen se qëndrimi jot rreth kodit të ri zgjedhor dhe kërkesave që kanë këto parti është pothuajse e njëjtë me të Arlin Qorit. Nuk kam dëgjuar. Edhe ai thotë, ne nuk na intereson fare çka kodi është thotë. Po nëse ka kështu mendoj se ka qëndrim drejt. Ka thënë gjithmonë. Por ne thotë s'ka rëndësi fare thotë. Nuk e dhe është e drejtë politikisht. Ndërsa ka përshtypjen se i pari që kërkon këtë me shumë gurmë është Lapaj, sepse ai e vuan direkt në territor, dhe i dyti pastaj vuan se nuk do të kishte dalë parti parlamentare me kodin që nuk mund ta fshim fare. Jo, nuk po ta fshim, por them çfarë vuan. Po 60 ca mijë vota pse të ketin deputet kur e mendon? Ka diçka që s'funksionon dhe këtu pra. 49%-shi në mazhoritar nuk përfaqësohet fare. Kur je në mazhoritar, 51-shi fiton, 49-shi nuk fiton. Këto 49-ta nuk përfaqësohen. Në Gjermani dhe në Britani. Qartë. Edhe në Francë, ku është mazhoritari me balotazh në dy raunde. Pra, çfarë do thonë ata 49%-shët? Se këta thonë të fitojmë edhe kur humbim. Po nuk mundesh të fitosh edhe kur humb. Edhe unë me këto nuk jam, unë jam më afër me atë të Arlin Qorit. Saksoj që nga dhe Eraldi me Erald Kapri me Gonshian, që nga me më afër Arlindi, dhe ata nuk na intereson kodi. Është të qëndrim serioz. Nëse thua që nuk të intereson kodi sepse do futesh në betejë politike. Ka qenë një, me qenë se ky është dhe emisioni për treguar pak batuta, ka qenë një kandidat i Partisë Demokratike në vitin 2013, që kur humbi PD-ja zgjedhjet ishte ulur me deputet tjerë dhe tha... Nuk e themi dot emrin? Jo. Po tani që kemi humbur, tha sa ministrinë atakojnë. Qa perle. Ani këta, edhe janë tek 49-ta që nuk kanë vote dhe thonë sa pushtet në atakon. Nuk të takon pushtet kur humb. Duhet pranuar si parim klasik. Kur humb nuk të takon pushtet. Jam dakord. Që duhet të... Qa shikon? Atëre, për te kësaj që mendoj se sqaruam, e shteruam Indrit,
Çfarë të shqetëson tjetër në kuptimin politikisht tek mënyra se do merren vesh për kodin këta? Jo, politikisht më shqetëson privatizimi i partive politike. Ç'kuptim? Privatizimi i partive politike në kuptimin që nuk ka më forume politike, nuk ka më respekt ndaj figurave politike dhe mendimit politik dhe vendoset në 12 të natës me 2 të dërguar të kryetarëve. Degradimi politik, ne themi që jemi popull shumë i politizuar, ne nuk jemi popull i politizuar, jemi popull tifoz i politikës, sepse popull i politizuar ka kërkesa politike dhe ka qëndrim edhe shoqëror, edhe politik. Qartë. Privatizimi i partive politike dhe krijimi një marrëdhënie midis liderit dhe tifozerisë. Është një fenomen shumë i shumtuar. Partitë politike të cilat nuk funksionojnë mbi rezolucione dhe manifeste, mbi një ideologji ose platformë caktuar, por funksionojnë mbi humorin. Çe ka kjo me kodin? Më shqetëson pra, funksionojnë mbi humorin e liderit politik dhe duke qenë kështu në lidhje me kodin, ata do të shkojnë, do të bëjnë një pakt me njëri tjetrin, jo mbi parametra standarde, nuk po them që t'ju shkojnë kërkesave të partive. Pra, cilat janë hilet e kodit, këtë duhet më thuash. Jo, hilet nuk ka hile me kodin. Nuk ka hile në vetë, thua ti. Sistemi politik. Nuk është të thënë që duhet t'ju shkojnë pas, por këta vjedhin vota për këshillat bashkiake. Këta ndajnë vota të kandidatëve. Po kjo s'ka lidhje me kodin Po zgjedhjes. jo, kjo është mbi kodin. Është për te kodit. Ligjet në vetë ne i kemi në rregull. Secilin sistem elektoral në Është ajo që tha Kapri para pak ditësh, po që e kisha thënë, që më tha këta tha, do të thënë nuk po flisin për financimin e partive, për financimin e partive. Po pra, ne ligjet i kemi në rregull, i kemi europiane në një farë mënyre, sepse i kemi adoptuar copy-paste. Por këta e degradojnë sistemin politik, ku shkojnë në tavolinat e numërimit të votave, ku bëjnë aty një pak thonë ti partisë tënde vidhja votat temërore se cilit kandidat po ja vjedh partisë time, pra kështu shëmtojnë sistemin politik dhe ua kanë neveritur njerëzve politikën dhe të marrurit me politikë. Pra kjo është ajo çfarë kam si shqetësim në lidhje me liderët e partive politike që për thënë vërtetën na janë bërë dhe lider shekullor. 41 vjet deti Enver Hoxha, po kapin dhe këta 41. Na janë bërë shekullor përmes komplotimit të partive të tyre politike. 41 vjet Enver Hoxha ka ndonjë në pushtet, kujdes, nuk është njësoj. Po këta kanë bërë një gjë kështu, mbret dhe zëvendës mbret, që do të thotë në pushtet janë në kuptimin e marrëdhënies. Po thua, dhe opozita është një lloj pushteti. Është në kuptimin e marrëdhënieve me biznesin, në kuptimin e rëndësisë dhe të influencës. Para se të kalojmë tek harta territoriale Indrit, sepse dua që ti thuash gjitha ato që ke për t'i thënë. A mendon që do ketë paktën një ndryshim thelbësor krahasuar me zgjedhjet e kaluara? Zgjedhjet vendore po thua apo zgjedhjet parlamentare? Jo, për vendore kam përshtypjen se nuk kam përshtypjen se do jetë e njëjta gjë, nuk besoj se ndryshon gjë apo jo. Nuk ka lidhje ky kod. Paka shumë. Se ato në familje janë majoritare zgjedhjet apo jo. Po dhe këtu, për shembull, një kërkesë që do ishte këtu të vendosin balotazhin. A ti je për balotazh? Po sigurisht vendosin balotazhin. Ti thua edhe te vendore edhe te politiket, të shtohet balotazhi. Vendoret, jo në parlamentarët nuk mund vendosësh sepse nuk është majoritar. Është proporcional. Proporcional kombëtar, po. Do vendore, me qenë se kanë dëshirë të referohen Kosovës, le të vendosin balotazhin si Kosova. Se vendosin balotazhin? Nuk e vendosin sepse nuk duan. Dhe balotazh do detyroheshin që të kapte... Do të krijonte më shumë konsensus lokal, pra do të krijonte politikë lokale. Pra i pari që s'kapte do të 50%, do detyrojë të fute prapë në... Do të bënte një qeverisje bashkiake më gjithëpërfshirëse, pra do të detyruar. Nëse është diçka e cila mund të korrektohet me kod, mund të jetë vetëm kjo. Ata e bëjnë dhe sot, sepse e bëjnë me faktorët të caktuar informalisht, por do ta institucionalizonte disi. Kjo harta i shikon në Indrit është harta është parlamentarja 2025, zgjedhja parlamentare 2025. Kupton gjë? Kuptoj që Partia Socialiste ka fituar në shumicën e Shqipërisë. Partia Demokratike ka fituar pak në veri, në qendër të veriut, pra në disa zona si Mirdita, Kurbini, Lezhë, Hasi, dhe nuk ka fituar edhe Kavaja, dhe nuk është fituese askund tjetër. Është në Kamës pak, por nuk është fituese askund tjetër. Pra do të thotë ka humbur vokacionin majoritar në shoqëri. Ma nisë mua, lutem, ta lexoj që thonë aty lartët. Po ma ke nisur, po. Jo, s'është kjo. Ta lexoj që thonë ato... Shifrat, Partia Socialiste, ja vetëm shifrat lartë, se nuk e shoh. Ke 3 zona të gjelbërta të Tom Doshit, të shpallura zona ekologjike në hartë.
Më vjen një pyetje Indrit për ty, po një sistem si Anglia me lagje, thot, sistemi first, past dhe post. Deputetët danin kundër njëri tjetrin rajonet caktuara, pa balotazh. Ai më shumë përqindje fiton, ai me shumë përqindje fiton dhe nëse është më pak, se kuptova, ai me shumë përqind fiton dhe nëse është më pak se 50%. Po kështu e ka Anglia sepse ka një mazhoritar të thjeshtë. Por e mira në Shqipëri do t'ishte që të vendose një proporcional mazhoritar 70-70. Ai me më shumë përqind fiton, edhe nëse është më pak se 50%. Ka mazhoritar të thjeshtë Britania. Po kjo, je dakord me këtë? Nuk jam dakord në zgjedhjet parlamentare, jam dakord që të vendoset një hibrid mazhoritar proporcional. Në vitin 2005 kemi pasur 100-40, tani le të bëhet 70-70. Se harrove të më thoshje, është bërë një pakt që Berisha ka rënë dakord dhe më duket se edhe Rama nuk ka thënë jo. Nuk është prononcuar. Të ulet numri deputetëve, po nuk e ka kundërshtuar. Jo, më fal, mendoj se Rama e ka. Rama e ka thënë dhe Berisha ka thënë pse jo, edhe për Senat. Nuk ka ndonjë kuptim ulja e numrit deputetëve. Pse e bëjnë të ka hile këtu? Mos thuaj që s'ka asile as këtu. Jo, nuk ka ndonjë kuptim ulja e numrit të deputetëve. Ata justifikojnë që është ullur numri popullsisë dhe gjëra të tjera, kjo nuk është të thënë. Përfaqësimi mund të mbetet. Po pse duan ta bëjnë pra? Në lidhje me Senatin. Cili është qëllimi? E ka kërkuar zoti Berisha Senatin, këtë të Ramës nuk na e ka relatuar se çfarë kërkon dhe pse kërkon ta bëjë. Sipas teje. Është një mendim banal që thuhet do të ulim shpenzimet. Është të kotë sepse këta kanë shpenzime tjera operative të shtetit ose shpenzime në tendere të fryrë, nuk është se kanë ndonjë dhëmshuri për paratë e këtij shteti, nuk është çështje shpenzimeve. Por Rama kërkon të ul numrin e deputetëve, ndoshta për të pasur më shumë kontroll, ndoshta për të shtrënguar vidat e sistemit politik. Por opozita është e projektuar në një shoqëri për të mos ja bërë mbar qeverisë. Qofse dhe opozita shkon dhe komploton, atëherë si kjo çështja e bariut që bashkëpunon me ujkun për të ngrënë delet. Pra, opozita është bërë në një kushtetutë të ngurtë siç e kemi ne, në të drejtën kushtetuese kemi kushtetuta të thjeshta dhe kushtetuta të ngurta. Kushtetutat e ngurta quhen ato të cilat kërkojnë shumica të shkallëzuara, pra 3/5 dhe 2/3, në mënyrë që asnjë mazhorancë mos e kap kushtetutën. Dhe këto kushtetuta hartohen veçanërisht në vende me probleme politike në tranzicion. Dhe ne kemi kështu. Dhe supozohet që opozita është barriera më e madhe. Për shumë ku e kemi ne kështu? Çfarë mund të bëj peng opozita në parlament? Cilat ligje? Po din zgjedhor nuk e bëjnë dot vetëm. Deri dje, pra deri në vitin 2025, Edi Rama nuk ka pasur mazhorancën e 3/5. Po tani e ka? Tani e ka sepse mori 83 mandate vetë dhe ka dhe mandatet aleatëve. Në vitin 2022... Pra e kalon kodin dhe territorial, e kalon vetë. E kalon vetë. Për çfarë duhet këtë ryeza? Nuk duhet asgjë ryeza. Dhe këtë doja të thoja që e thash, zoti Berisha ju ka thënë që e jani me mua, unë t'i përfaqësoj interesat tuaja dhe në fund thot nuk na e pranoi Edi Rama sepse ai ka votat vetë. Nëse kërkesa do t'ishte e sinqert, do duhej në vitin 2024 të adresohej, sepse në vitin 2024 Edi Rama nuk kishte mbi 83 vota, por kishte 77 dhe kishte nevojë për votat e opozitës. Opozita në Shqipëri ka një fatkeqësi, se në zgjedhjet e vitit 2025 doli me 53 mandat, ndërsa në zgjedhjet e vitit 2021 doli me 63. Pra nuk kishte Edi Rama votat dhe opozita kishte fuqi bllokuese për ligjet me 3/5 dhe për kushtetutën. Nëse mazhoranca e zhbalancon sistemin politik me votë, sepse ti futesh në konflikte të brendshme dhe shkatrohesh politikisht dhe që organizohesh nga ana elektorale, vim në momentin kur ai ka 85-ën dhe 86-ën për t'i miratuar vetë ligjet e cilësuara. Dhe kjo është fatkeqësia më e madhe. Sa ai fton për fasadë Edi Rama dhe në fund ju thotë, nëse ju nuk doni, nuk keni as të drejtë vetoj, sepse jam unë që vendos, sepse i kam votat. Dhe del atje në kongreset e Partisë Socialiste dhe thotë unë do t'aftoj opozitën, por të rinë mirë. Ku ka kryeministër që thotë për opozitën të rinë mirë? Por opozita e pranon sepse nuk ka fuqi. Pra nuk arritin vitin 2025 të merrte votat e nevojshme. Dhe kjo është fatkeqësia. Pra është fatkeqësia në balancën e forcës. Forcat opozitare në Shqipëri nuk kanë arritur të marrin mandatet. Dhe kjo është
fitoria e vërtetë e Edi Ramës, sepse ai organizua agresivisht në zgjedhjet e vitit 2025, sepse mendonte që nuk do merrte shumicën e cilësuar dhe opozita do i bëjë bllokim për kapitujt negociues dhe për çështjet e tjera. Pra opozita do të ulej në tavolinë dhe do të thoshte dua dhe unë përfaqësim. Pra dua dhe unë kuota nga Republika, dua dhe unë kuota nga proceset. Dhe shfrytëzoi përçarjen e opozitës, ju shtrëngua fort në mënyrë agresive, me shtet, me organizim, me para, me metodat e veta dhe arriti në mazhorancën e cilësuar. Pra mbi në 3/5, mbi 83. Kjo është problemi më i madh. Gjithçka tjetër është fasad dhe është kinkaleri. Nuk ka të bëjë me thelbin e problemit politik. Ai mund t'ia jap dhe proporcionalin dhe në gjendjen ku janë partitë opozitare mund të marrë përsëri 83. Se nëse të ndahet mandati me 10.000 vota, ai ka sot 850.000 vota në Shqipëri. Është përsëri fitues, edhe me sistemin me proporcional, nëse rrim në këto balanca elektorale. Me sistemin proporcional kombëtar, thotë. Me proporcional kombëtar, se këta bëjnë një pyetje. Prandaj them që shumë njerëz janë të papjekur në këtë pjesë. Bëjnë llogaritë me sistemin proporcional sa mund të marrim ne dhe a mund të futet një parti e vogël në parlament. Por nuk bëjnë llogaritjet sa merr Partia Socialiste me proporcional kombëtar, por sa merr kundërshtari politik me proporcional kombëtar. Ti thonë të marri më shumë. Po mund të marrë 80 mandate përsërim atë, nëse shkon në 800.000 vota, po themi. Qartë. Mund të t'i marrë përsëri 80 mandate, por nuk përmbyset një qeveri me kod. Kur i ka votat, me secilin kod zgjedhor, një qeveri të mund, sepse këta mendojnë që me kodin organizohen vetë dhe partia në pushtet nuk po organizohen. Edhe një pyetje para se të ikim në një pauzë, Indri, të lutem. Brenda negociatave për kodin e ri, që normalisht duhet të mbyllen cili është afati, si është deadline që kanë lënë. Ka një afat të korrikut. Në korrik të këtij viti. Duhet të dalin me draft. Në korrik të këtij viti, pra duhet bërë minimalisht. Duhet dalin me draft. Më fal, të korrikut të këtij viti. Edhe pse bëhet fjalë për zgjedhjet 2029-s. Jo, po ata do të adresojnë dhe për çështjet vendore, them. Ti thua do përfshi edhe për kodin edhe për çështjet vendore. Dakor. Ndërsa ekskluzivisht korriku është për reformën territoriale, se nuk mund të ndryshosh 6 muaj para zgjedhjeve. Qartë. Do flasë nëri për territorialen, pa i do të pyesë është kjo. Ky propozimi i Ramës për 100 deputet dhe ky propozimi i Berishës për Senatin, kanë lidhje me këtë reformën zgjedhore apo jo? Nuk kanë asnjë lidhje. Ajo kanë thjesht kushtetuese, duhet thjesht ndryshim kushtetues. Mua më duk diçka spontane dhe rëndomt që të bëjmë Senatin. Çfarë vlere ka për të bërë Senatin në Shqipëri? Duhet parkohen këta njerëzit e ashtu quajtur elita e urtë që nuk kap një farmoshe. Pse mos Senat kanë dhe vende serioze? Mos ton Senat, ton azil. Shiko, Senat kanë dhe vende serioze shumë në Europë dhe gjithandej. Në vetvete nuk është gjë e keqe. Senati në vendet e tjera është një institucion i trashëguar për shkak të traditës së stërgjatur aristokratë dhe për shkak të natyrës së shtetit në shtetet federale. Pra vendet të vogla të tipit të Holandës mund ta kenë për shkak të ndarjes së interesave të lordëve të dikurshëm tregtar dhe liberalizimit të jetës parlamentare dhe futjes dhe të interesave të popullit në parlament. Edhe Anglia mund ta ketë kështu. Italia ka disa presidente di regione, Gjermania ka 16 lande, Franca ka ndarjet rajone dhe departamentet. Pra Senati është një mbetje nga historia. Nuk ka krijuar askush rishtazi Senat. Ti nuk e ke mbeti nga historia. Në vitin 1925, Shqipëria ka pasur Senat për 3 vjet. E shkrijua me zogu dhe krijoi Këshillin e Shtetit. E hoqi Senatin, 3 vjet Senat kemi pasur ne. Pse e hoqi? Dim gjë arsye? Për funksionalitet të shtetit, për nuk kishte Shqipëria në ato parametra për të pasur Senat. Pra Senati trashëgohet, dhoma lordëve në Angli, duke pasur prestigj politik, sot ka dalë në formatin e një gjykate kushtetuese, sepse Anglia nuk ka gjykatë kushtetuese. Dhe prestigji politik i lordëve... I certifikon, pra Senati e shilloj certifikimit. I certifikon nga ana e prestigj në një farë mënyre. Pra ka Senat Shtetet e Bashkuara, për këta nuk ka një relacion pse duhet ketë Shqipëria Senat. Nuk t'japi një shpjegim pse duhet ta ketë Shqipëria Senati. Cila është arsye? Do flasim, po e kisha thjesht si pyetje për ta kuptuar. Janë edhe profesorët e urtë që ne i patëm deri nga viti 2009, si hoqën dhe i fshin nga politika, dhe tani kanë futur servilet e vet. Ja do ta bëjmë Senati, kush do shkojnë në Senat? Mi imagjino pak me emra. Kush do shkojnë në Senat? Se duhet ketë Senati 25 vet, kush do të shkojnë në Senat? 2-3 maksimumi ja blen. Po tjerë çfarë do bëjnë Senat?
Më mirë të bëj një gasonier. Jo, do zgjidhen senatorë ata, nuk është puna atje, do zgjidhen senatorë të rinj. Më mirë të bëj një gasonier. Ke zgjedhje për senatin. Më mirë të bëj një gasonier dhe 1+1 në cep parlamentit dhe të rinë aty, veçmas nga kalamajt, të cilët i kanë futur aty dhe nuk i respektojnë, dhe të rinë këta të vjetrit veç. Jam i qartë. Të bëj një 1+1 dhe gasonier dhe Ledi, do ikim. Ta lodhi me senat. Është lesë shumë indriti. Ledi, do ikim të bëjmë një, do ikim për një pauzë, të bëjmë një xhiro apo jo? Bëjmë xhiro thjesht dhe rikthehemi prapë. Rimbushemi herë dhe ikim. Rimbushemi. Okej, ikim bëjmë një rimbushje, marrim pak energji, tani është momenti. Do thoni ju ku do ikim, vetëm te SPO Ili, miq, ju kanë thënë mos fusi çdo zore në makinën tuaj, do hani dynjan, do merrni qaf makinën. Te SPO Ili do gjeni vetëm karburant të sakt, të pastër, 100%, të vërtet, kristal. SPO Ili keni gjithandej, me thënë shikoni logon dhe nuk humbisni, në Tiranë, jashtë Tiranës, ku dojtë shkoni, fiksoni mirë të logo, mos hidhni makinës tuaj çdo lloj karburanti që ju del përpara, sepse do ta prishni. Makina ka nevojë për performancë, ka nevojë të marrë frym. Makina do ushqim të mirë, njësoj si trupi njeriu, edhe makina, nëse nuk e ushqen mirë, mbytet. Prandaj them, the fuel of champions është SPO Ili. Bravo Said. Pa parë. Rikthehemi pas pak.